Ju përshëndes, mirë se erdhët. Takohemi edhe këto të premte bashk. Arsimi, sistemi arsimor do të jetë në fokus sot. Do të cekim disa prej aspekteve që kanë të bëjnë me sistemin e arsimit, duke nisur që nga paga, kushtet e punës, por edhe kurrikula. Pra nëse ka nevojë të ndryshohet. Ajo çfarë është vënë në dukje her pas here është mbështetja financiare për këtë sektor që vazhdon të jetë nën 5% të prodhimit të brendshëm bruto, pavarësisht ndoshta angazhimeve, zotimeve, por edhe premtimeve në kohë apo fushata zgjedhore për ta çuar në këtë nivel, pra në 5% të mbështetjes financiare, pra 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Për këto do të flasim sot, kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Fatmira Kolla, pedagoge. Përshëndetje, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Po ashtu është bashkuar me ne për të diskutuar pra mbi këtë çështje edhe zonja Tereza Marku, kryetare e gruas pranë Sindikatës së Arsimit Shqiptar. Përshëndetje. Dhe kënaqësi që jeni me ne. U përmenda disa aspekte që kanë të bëjnë me sistemin arsimor, por dua të më dalemi fillimisht se tek paga, pra niveli i pagave sa i takon arsimtarëve. Rritja e fundit ishte në 2024, kur u tha dhe u aplikua, le themi, për gjithë administratën publike, përfshi edhe punojësit në sistemin arsimor, rritja e pagës për të arritur pra një nivel apo në një mesatare që shkon gati 950 euro. Mjaftueshëm dhe si është reflektuar, le themi, ky nivel pagash tek punojësit e arsimit, tek arsimtarët. Pra, në çfarë niveli janë aktualisht pagat për ta? Në fakt, ne kemi përshëndetur kur ka ndodhur rritja, pavarësisht se ne kemi qenë edhe atëherë dhe vazhdojmë të jemi të pakënaqur me rritjen, sepse është gjithnjë e pamjaftueshme në raport me punën, në raport me çmimet, në raport me çdo gjë, pra është shumë e pamjaftueshme, kemi thënë ne. Po edhe në raport me ndoshta edhe sfidat që ka sjell koha, që do thotë sot jemi në kushtet kur ka vakanca në sistemin arsimor dhe ka mungesë interesi nga ana e të rinjve për t'ju drejtuar profileve të mësuesisë. Me këto paga nuk ka student, nuk ka maturant që e zgjedh me dëshirën e vet. Sepse jemi edhe, mund të konsiderohet me rëndësi kjo, pra sjellja e kësaj tematike, sepse jemi në kushtet edhe kur të rinj zgjedhin. Pra vendosin se çfarë duan të studiojnë ata që janë në vit fundit. Domethënë, mësuesia përveç se është një profesion shumë i vështirë, historikisht ka qenë i vështirë, por tani është vështirësuar në fakt edhe në rang global, në rang botëror, jo vetëm në Shqipëri, por veçanërisht tek ne. Pra, domethënë, ky është një profesion i vështirë, është një profesion i bukur, është një profesion që ka misionin mbi të gjitha, por që mësuesi të ndihet misionar, domethënë, duhet të ta trajtosh që të tillë, domethënë me dinjitet, me paga dinjitoze, me kushte pune të mira, po them, nuk po them ato më të mirat, që të ketë mjaftueshëm bazë materiale, që të ketë internet, që të ketë një kompjuter, një laptop, domethënë, sidomos tani që është bërë domosdoshme përderisa ne punojmë edhe me sistemin SMIP, pra sistemin e menaxhimit të informacionit, që për mua është shumë e rëndësishme dhe domethënë e ka lehtësuar punën dhe marrjen e informacionit, një informacion që merret në kohë reale nga prindrit, por edhe nga instancat e tjera, domethënë përveç institucionit arsimor, por për mësuesin është një barr, mund të themi. Është një barr sepse kur ti nuk ke kushtet në shkollë, në klasë, për të hedhur datën, për të hedhur notën, për të hedhur temën, e të gjitha me radhë, domethënë kjo e vështirëson pak sa punën për mësuesin. Në të vërtetë është vendosur një 2 orësh për atë administratorin e quajtur të SMIP-it, që ne kemi një administrator sepse përveç punës që ka mësuesi është ajo detyra parësore për ndarjen e klasave, domethënë që është një punë kolosale, po them edhe për këtë, dhe është konvertuar në 2 orë deri tani. Dhe ne jemi të pakënaqur edhe me këtë pjesën. 2 orë në javë. 2 orë në javë është konsideruar kjo ngarkesa. Për administratorin e SMIP-it, jo për mësuesit. Jo për mësuesit. Pra për mësuesit nuk konsiderohet si një impenjim shtesë, një ngarkesë shtesë që duhet të shpërblehet. Ne mund të themi se
Nëse, dhe më ashtu si që kishim atë regjistrat fizik, ku shënonim datën, ku merrnim mungesat, ku bënim edhe vlerësimet, e njëjta situatë do ishte edhe me përdorimin e sistemit. Por problemi është që ti kur nuk ke kushtet caktuar, ju mund të thoni mund t'i bëni nëpërmjet telefonit, për shembull. Okej, ndonjëherë edhe e bëjmë këtë gjë, jemi të detyruar, por jemi të detyruar mbajmë atë fletoren personale tonë njëherë. Dhe pastaj nga fletoria personale, unë du t'i hedh në orën e pushimit që e kam, ose në shtëpi kryesisht ne punojmë, për të thënë të vërtetën, ne punojmë më shumë në shtëpi, sepse gjithë se cili ka nevojë të ketë atë, po them, aparaturën e vetë, kompjuter, çfarë do qoftë ai, për ta përdorur dhe për të qenë edhe më komode, më i sigurt me të gjitha. Kështu që pavarësisht pra se ka këto përparësit sa i përket transmetimit të informacionit qoftë tek prindi, qoftë edhe tek instancat e tjera, domethënë në piramidën e arsimit, po themi, është shumë mirë kjo, ka lehtësuar domethënë edhe disa veprime të tjera, siç janë për shembull regjistrimi i zonës e tjera. Në çfarë shkallë zbatueshmëria është një gjë e tillë? Nisur edhe nga këto problematika, sepse kur i raportojnë mësuesit në qendrat urbane, qendrat e zhvilluara, pra në kryeqytet, apo imagjino çfarë duhet ndodh në zonat e largëta. Pra në çfarë shkallë është zbatueshmëria zbatueshmëria në shkollë e këtij projekti? Është shumë larg zbatueshmëria në shkollë. Sepse ti duhet kesh minimalisht një kompjuter ose një laptop, një tablet, pra një aparat i cili të mundësoj këtë gjë. Po, nëse mund të shtoj diçka atëherë, sikurse tha edhe zonja Tereza, sigurisht që mësimdhënia radh parë është një mision. Në lidhje me kompensimin financiar, unë do shtoja se ndonjëherë bëhet, le të themi, e parë nga pikpamja jashtme, bëhet vlerësimi, është e mirë puna e mësuesit apo arsimtarit, domethënë apo pedagogu punon 4 orë, ndërkohë pas atit 4 orë që do flasësh, janë shumë orë të tjera shtesë pune, normalisht. Me thënë të drejtën, është për të vlerësuar edhe fakti nuk është e lehtë, domethënë, që çdo ditë jesh në auditor, dhe më shumë se 3-4 orë nuk mund të bëhet, sepse e pare punët duhet të kesh zë të flasësh vazhdimisht, duhet të kesh përqendrimin, duhet të kesh përgatitjen e duhur normalisht, nga duhet të mbash interesin e audiencës dhe normalisht e vërtetuar edhe shkencërisht, domethënë, audienca përqendrimi maksimal e ka në niveli 25 minuta. Sigurisht janë bërë, le të themi, reformat në arsim, ka qenë një vlerësim edhe ke pjesa e pagës, por në gjykimin tim e përputhur në krahasim kjo edhe me inflacionin apo rritjen e vazhdueshme të çmimeve, edhe rritjen e munguar sepse për shumë vite nuk është bërë, le të themi, vlerësimi i pagës. Dhe në kushtet e sotme, me thënë të drejtën, nëse do bëjmë një krahasim edhe të angazhimit në bazë gjinore në Shqipëri, për sa i përket, le themi, arsimtarët, po e them unë, po të shohim më shumë kemi gjinin femërore që është angazhuar. Pse? Më shumë, le themi, referohen sepse shihet, le themi, si një punë disi, le themi, me kushte pak më stabil, apo një punë që deri diku të lejon një lirshmëri në mënyrë të tillë që ti të kujdesesh edhe për familjen. Gjë për shembull që nuk ta lejojnë sektor të tjerë, siç mund të jetë sektori bankar apo sektor të tjerë që detyrë është e tillë puna që ti nuk mund të kesh shkëputje, pra fizikisht duhet që ti jesh aty në 8 apo edhe më shumë orë. Ndërsa mësimdhënien, le të themi, mund ta bësh për 3-4 orë tisha dhe pjesën tjetër mund ta kesh të shpërndarë, si tha dhe zonja Tereza, që ndonjëherë e bëjmë plotësimin dhe nga shtëpia. Tani, për sa i përket, le të themi, ndryshimeve apo reformave që janë bërë dhe futjes së digitalizimit, jemi përballë situatës që ne kemi zona rrethina apo zona, le të themi, rurale shumë të largët nga, sepse ne kryesisht jemi të fokusuar tek Tirana, por realiteti i gjithë Shqipërisë është shumë larg Tiranës. Ne kemi zona, le të themi, në territorin në Shqipëri që mund të jenë nxënësit e klasës së 5, së 6, së 7, të cilët kanë një mësues vetëm. Tani ai mësuesi do rri 2 orë, do plotësoj regjistrin, pra, në gjykimin tim, mësuesit, se pastaj pjesa e pedagogut është disi më ndryshe, por do fokusohem të flaset aty. Kemi ngarkuar shumë punë administrative mësuesit dhe në Shqipëri, në gjykimin tim, ka, le të themi, jepet më pak rëndësisë cilësisë arsimit. Ne të një problematikë që unë e ngrej shpesh, le të themi, edhe në ambientet e punës ku jam,
në mbledhjet e Senatit, apo që le themi është organi më i lartë ligjzbatues i institucionit, ky është një problem në gjithë Shqipërinë. Ne fokusohemi shumë, le themi, tek ato 5 minuta, apo ti kemi letrat në rregull, dhe fokusohemi më pak te cilësia e mësimdhënies, dhe kjo është elementi më i rëndësishëm. E ndjeni ju këtë lloj ngarkese që është e fokusuar te pjesa administrative dhe jo te pjesa e cilësisë së mësimdhënies? Patjetër që po, dhe faktikisht kjo e largon mësuesin nga misioni dhe nga detyra e vërtetë që ai ka. Detyra e jonë e vërtetë është detyra për të marrë dhe për të qenë pranë nxënësve dhe sa më shumë kohë e kushtuar atyre. Kjo është dhe sa më larg këtyre dokumentacioneve gjëra. Unë nuk po them ka patur, se kemi qenë edhe pak më keq para pak viteve, dhe ndoshta edhe me ndërhyrjen e sindikatave etj dhe është rregulluar disi, sepse ne merreshim me portofolin e nxënësit në mënyrë ishte shumë e tepërt, domethënë kjo gjë, dhe është lehtësuar disi, por gjithsesi ne përsëri e ndjejmë veten të ngarkuar. Unë doja të ndalesha pak dhe ta falenderoj profesoren për faktin që e tha për oraret ose mundësitë që i ofrohen, po themi, sidomos mësueseve, pra femrave, grave, duke qenë mësues ai e ka mundësinë që të jetë më pranë familjes, pavarësisht se një pjesë të punës së tij do ta zhvillojë në shtëpi, por fare mirë mund ta gjej kohën e lirë, ndoshta edhe në 10 të darkës për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo dua ta theksoj edhe unë për arsyen sepse meqense se jemi edhe po themi në prag të provimeve për maturën, por nuk është se ti nxisim pak edhe ato të maturës, domethënë që ta zgjedhin edhe mësuesin, sepse mbase edhe rroga do të rriten, mbase do të kemi edhe ndryshim të normës mësimore, domethënë të luftojmë të gjithë së bashku dhe t'i kërkojmë këto, domethënë. Sa është aktualisht norma mësimore? Normat janë në varësi të klasave, në varësi të lëndëve, por unë po them meqense unë jam biokimi për shembull, unë jam me normën 20 orë në javë. 20 orë. Pra 20 orë mësimore këto, dhe pastaj pjesa tjetër kuptohet që është, pra orë mësimi me nxënësit quhet kjo, dhe pastaj nën kupto vlerësimet, pra kur them vlerësimet edhe kur ke për të kontrolluar detyra, kur fletore pune etj, pra, dhe në një farë mënyre, ju në dukje, 20 orë në javë, po ta dëgjoj dikush tjetër, mbase që është jashtë profilit tonë, i duket ndoshta thot prit njëherë se nuk pas kanë shumë. Por harrojnë së pari njëherë sidomos për shkollat në qendrat urbane që janë të mbi populluara me nxënës. Se ti e kupton tani një klasë me 15 nxënës, ti e korrigjon shumë herë më shpejt se sa një klasë me 30, pra 2 herë më shpejt. Pra këtu dalim tek një tjetër problematik dhe një tjetër çështje që ka nevojë të adresohet, që lidhet me poshtë asaj që përmendëm, pra klasat kolektive ku një arsimtar është i detyruar që të ketë një nxënës nga klasa e 2, një nga klasa e 4, një nga klasa e 5, që është diçka, pra një fenomen që duhet të adresuar, duhet zgjidhur. Një tjetër çështje po ashtu e trashëguar është edhe ajo që ka të bëjë me faktin që klasat janë të mbi ngarkuara, pra numri i nxënësve, por edhe duke sjell, ne themi që ka rënë numri i fëmijëve, por klasat vijojnë që t'jenë të tej mbushura dhe duke diktuar në një farë mënyrë edhe mësimin me turne, që vijon t'jetë një tjetër problem, sidomos edhe në kryeqytet. Edhe kjo është një ndër problematikat, është një ndër ngarkesat e mësuesve, faktikisht edhe për nxënësit edhe për prindin është ngarkesë, për arsye se prindi do donte që shkolla të ishte paradite në kohën kur edhe ai është në punë, po ashtu edhe të gjitha po themi statistikat e studimet tregojnë që vëmendja është më e lartë në pjesën e parë të ditës, pavarësisht se duket sikur ne jemi të përgjumur pra nxënësit, pra në mëngjes, por gjithsesi përqendrimi është më i lartë edhe përkushtimi është më i lartë në orët e paradites, domethënë. Edhe kështu që edhe këto janë ngarkesë më vete, pra edhe për mësuesin, edhe për prindin, por edhe për nxënësit. Tani unë tek pjesa e pagës, nëse më lejoni, më falni. Te pjesa e pagës doja të ndalesh edhe një herë sepse ne kemi një problematik me mësuesit e fillores, me mësuesit e ciklit të ulët. Që e keni parashtruar? Kemi parashtruar edhe herë tjetër ku ne kemi, domethënë, ka një problematik të tillë këtu.
se shumë mësues, më lejo që ta prek pak, shumë mësues na janë drejtuar që pse nuk u vazhdua, do më thonë, ku diun lobimi e tjerë, për ta rregulluar si problematik me Ministrinë e Arsimit. Në fakt, neve na ka prishur, na ka hyrë si problem, po themi edhe një pseudo sindikat, unë duhet ta them këtë, sepse duhet të qartësoj edhe mësuesit e tjerë, do më thonë, ku duke u përpjekur për të marrë atë protagonizmin, do më thonë, e drejtoj direkt në gjykat problematikën, ndërkohë që kur ke një kontratë kolektive, pra dhe kur je sindikat përfaqësuese, ke një kontratë kolektive dhe ti do t'i përmbahesh neneve dhe rregullave të kontratës. Që do thotë është një çështje që mund të ndiqet në rrugë administrative. Duhet ndjekur fillimisht me negociata dhe ne pasi ram në parim dakord me drejtuesit, pra edhe me ministrinë, biles kemi patur edhe takim me drejtoreshën e administratës publike dhe në parim u ra dakord, del kjo problematika që marrin protagonizmin dhe e çojnë në gjykat. Dhe ata na kthejnë më vonë pasaj përgjigjen që ne, përderisa jemi në gjykat, pavarësisht se ato nuk janë sindikat përfaqësuese, pra janë përfaqësuese. Por pra fakti që sot kjo problematikë nuk është zgjidhur, sa i takon pagës një pjesë të mësuesve të shkollave fillore, janë 6.000 mësues të cilët nuk kanë përfituar këtë rritje në pagë, që është aplikuar për të tjerë, duke qenë se nuk ju njihen diplomat. Do me thënë, diploma e tyre lexohet gabimisht si një diplomë bachelor. Unë e them gjithmonë lexohet gabimisht sepse ajo është një diplomë e ciklit të mbyllur. Pra cikli mbyllur do thotë që ti e ke mbaruar gjithë atë ciklin e nevojshëm për të qenë mësues. Ndërkohë që bachelori ka dalë shumë më vonë, domethënë ka hyrë edhe këtu diku tek 2011-a, në mos gabohem, dhe 92-98 s'ka lidhje me këtë gjë. Nuk mundesh ti ta quash bachelor vetëm thjesht pse ka qenë 3 vjeçare. 3 vjeçare me 6 ditë punë, s'mund ta quash të tillë. Problemin doja të shtoja edhe unë diçka te kjo. Po, fakti që sot nuk është adresuar për të mbetur pak dhe nuk është arritur një zgjidhje, le të themi, ndërmjet sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit për ta adresuar këtë si problem. Për ta adresuar, është për shkak sepse është quar një padim në gjykat lidhur me këtë çështje. Përgjigjen e kanë dhënë së fundmi, pavarësisht në atë periudhën kur ne para zgjedhjeve, atëherë po e cilësoj, para zgjedhjeve ne derisa na shtyn deri në atë moment, ne vendosëm të bënim një grevë. Mirë po duke u bazuar edhe tek ligji mbi veprimtaritë sindikale, çdo veprimtari tjetër në periudhën si quhet, e fushatës elektorale, ne kishim të ndaluar këtë gjë dhe ne kemi stopuar pastaj aty. Dhe po e rikthej përsëri në sot në kushtin që ne do të presim përderisa ministria na ka thënë ne nga gjykata. Po, përderisa ne thot kemi, pra neve ju mësuesit na kanë hedhur një pjesë mësuesve, një pjesë shumë e vogël, një sindikat se të bësh një sindikat dhe të quhesh sindikat në bazë ligjore të 22 antarë të nevojiten me kod pune për të bërë një sindikat, por ti nuk je përfaqësues i mësuesve. Kështu që të lutem shumë, lër ju hapësirë, ne do ta ndiqnim sipas. E rëndësishme është të zgjidhet, qoftë në gjyqësore, qoftë në një element tjetër sikur të zgjidhet me këtë rast, unë do isha shumë e lumtur. E rëndësishme është të zgjidhet si një problematika të tilla, nëse më lejon doja të shtoja pak, ekzistojnë le të themi edhe për sa i përket pjesës tjetër, le të themi duke qenë se në universitete, pjesa e pagesës është pak në varësi të titullit akademik. Por, një sfidë për shembull ndër vite që ka qenë në Shqipëri janë reformat e shpeshta që ndodhin. Për shembull, kur unë jam kthyer unë kam bërë studimet e mia, bachelor, master, doktoratur jashtë. Në vitin që unë jam kthyer në Shqipëri, domethënë ka qenë viti i fundit në të cilën mund të bëj konvertimi i doktoraturës direkt në profesoria, pra nëse kishe mbaruar në një vend të Bashkimit Evropian, bëj konvertim nga DR në profesori asociuar. Më pas ndryshoi, duhet presësh 5 vite dhe plotësojnë disa kriterë dhe sot që flasim po ndryshon sërish. Tani çfarë po ndryshon, po ngrihet një bord tjetër që do gjykojë le të themi punimet shkencore të tjerë në varësi le të themi të ndryshimeve apo reformave që bën qeveria që vjen në pushtet. Mirë, po këto reforma të shpeshta. Diplomuar jashtë, çfarë pengesash mund të has? Jo, i konvertohet? Deri në vitin 2012, nëse kishe mbaruar doktoraturën, konvertohen në profesori asociuar.
le temi dhe kanë qenë disa kriteret të tjera më të lehta. Më pas u vuti kriteri kohë që duhet të presësh 5 vite nga përfundimi i doktoraturës. Ndërsa tani që dhe duhet të plotësosh një numër të saktuar pjesëmarrje në konferenca dhe publikime. Tani që jemi duke folur, janë duke bërë reforma të tjera për sa i ndikon le temi marrjes së titujve të tjerë që janë profesor i asociuar apo profesor doktor. Sepse pjesa e vlerësimit financiar për pedagogët, po ashtu edhe për pozicione drejtuese në universitet, varet normalisht nga titulli që ke. Për shembull, mund të bësh drejtuesi i departamentit nëse ke doktoraturën. Mund të bësh dekan nëse kërkon patjetër që të kesh profesor i asociuar. Mirë po, të gjitha këto kritere, si për sa i përket pozicioneve drejtuese, si për sa i përket ngarkesës, si për sa i përket kompensimit financiar, varet nga titulli që zotëron. Dhe sfidat që sot hasin dhe temi pedagogët, janë dhe këto reformat e shpeshta, të cilën ndërkohë që ti përgatitesh të presësh 5 vjet të bësh artikujt e tjerë, pra unë marr rastin tim për shembull, unë i kam plotësuar 5 vjet, më mungon për shembull edhe një konferencë për shkak të themi angazhimeve të tjera jo fëmijë që kam pasur, dhe tani për shembull që unë jam gati të dorëzoj dosjen, është duke u ndryshuar legjislacioni dhe kjo normalisht më penalizon mua dhe shumë të tjerë. Kështu që sfida të tilla janë dhe normalisht edhe për pjesën e universitetit. Ngarkesa në universitet ndryshon pak le themi nga ajo e arsimtarëve, normalisht sepse pedagogët kanë edhe përpos le themi pjesës angazhimit në leksione seminare, kanë një le themi edhe detyrime të tjera të cilat duhet të përmbushin që lidhen kryesisht me kërkimin shkencor. Sepse realisht të gjithë pedagogët në fushat e veta normalisht dhe nëse ka diçka që nuk ka asnjëherë kufi është dia, mendoj unë, kështu që edhe unë vetë në fushën time lexoj dhe informohem çdo ditë, do të më thënë, si për informacione brenda apo jashtë vendit, sepse nuk mund t'ja lejosh vetes që të shkosh në auditor edhe të bëhet një pyetje dhe se po të bëj një pyetje, nuk i dhe përgjigje, mos u paraqit më të nesme në universitet, se normalisht do bësh, domethënë duhet të jesh në lartësinë e duhur për pozicionin. Prandaj dhe them që nuk duhet të merret në konsiderat vetëm ai 3-4 orë që zhvillon në mësim, për pedagogun është më e ulët sepse edhe angazhimi normalisht. Pastaj ka dhe duhet pra të ketë mbështetje dhe të suportohen ky edukim në vazhdim, nëse mund ta quajmë për profesionistët, që do thotë ata të cilët duan që të pasurojnë portofolin e tyre, qoftë me konferenca, trajnime etj, duhet të kenë suport, mbështetje financiare. Patjetër, është e nevojshme sepse madje të gjitha vendet. Dhe mësohet një gjë të tillë apo në rastin e mësuesve? Për mësuesit, për shembull, të kërkojnë ndjesë. Sepse ne kemi pak kredite dhe si vjet që një numër të caktuar kreditesh që duhet plotësojnë për t'i trajnuar mësuesit me atë për sa i përket kreditit të detyrueshëm ose krediteve të detyrueshme, se nga 1 pra 10 në kuptimin është konvertuar me 10 kredite që quhen tani, kështu që për këtë, domethënë duke qenë se edhe në bazë të ligjit për arsimin para universitar mësuesit e përfitojnë trajnimin falas, atëherë është marrë pikërisht, pra është universiteti ai që e ka marrë, po themi përsipër, edhe trajnimin e mësuesve për këtë pjesë. Dhe pjesa e konferencave tjera, pastaj ose pjesa që mësuesit dëshirojnë që të trajnohen dhe të përsosen më tej, domethënë përveç asaj që është falas, domethënë ajo pastaj ngelet për secilin prej mësuesve që duhet ta bëjnë në universitet. Ka nevojat e vet. Në universitete, nevoja të caktuara. Nëse më lejon, në universitet normalisht pedagogët kanë një detyrim, le të themi, që si për publikime, artikuj shkencor, pjesëmarrje në konferenca e tjerë që duhet të realizohen. Çështja është, sepse dhe për marrjen e titulleve dhe le të themi për vlerësimin në indekse që ka secili pedagog në varësi të punimeve që ka bërë, bëhet në varësi të cilësisë së konferencave apo revistave ku ka publikuar. Tani, me publikimin në për këto revista është me pagesë. Për jashtë, le të themi, aktivitete që bëjmë banka qendrore, për shembull, në rastin tim kam preferuar kryesisht në këtë fazë që të publikoj apo të marr pjesë në aktivitetet e organizuara nga bankat qendrore. Por seleksionimi aty është shumë, le të themi, i vështirë, në kuptimin janë shumë të paktë ata që arrin të seleksionosh dhe këto normalisht kompensohen apo financohen nga bankat qendrore. Për publikimin në konferenca dhe
revista shkencore ka një kosto financiare. Tani, kostot normalisht me pagat që janë në Shqipëri është e papërballueshme që ti të punosh 2 muaj për të paguar dhe askush nuk do e bënte me thënë drejtën. Kështu që është më se nevojshme dhe në të gjitha vendet edhe të Bashkimit Evropian ka fonde në dispozicion që janë të dedikuara për kërkimin shkencor. Përgjithsisht, të fonde për vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian janë të vëna në dispozicion nga vetë Bashkimi Evropian. Në Shqipëri, si institucion përgjegjës, është Ministria e Arsimit, e cila duhet të nxjisë, le të themi, me këto politikat pjesëmarrëse. Në rastet e arsimit privat kanë qenë kryesisht, le të themi, fonde të krijuara nga universitetet në dispozicion, sepse të gjitha programet e studimit është kusht që duhet edhe të akreditohen. Dhe normalisht agjencia që merret me pjesën e akreditimit, Askali, e ka, le të themi, ka disa kritere bashkë me ministrinë që duhet të plotësohen dhe ndër to është edhe kërkimi shkencor. Por është kusht që duhet patjetër të ketë mbështetje financiare, sepse me paga është e pamundur dhe në asnjë vend të botës nuk do kjo me paga të vetë financohet, sepse është e pamundur që të përballohet. Që ka sektori. Mirë, do të avjojmë bisedën, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio në pjesën e dytë.